Disa, mund të lexoj Nadia, po studente Nadias, edhe ato që i nxjerr çati, fotokopje ja dorëzojnë dhe na lexojnë. Inteligjenca artificiale, domethënë ka dy kategori njerëzish që e përdorin. Janë ata që e kanë qëllim për të shfaqur, si puna atij që njërin kohë vente në dasmën atij tjetrit dhe merrte kostumin te komshiu. Tani nuk merr me kostumin, po merr mendimin e çatit dhe e prezanton si tënd, një që është pak më i zgjuar. Dhe ka ai dhe është ai tjetri që është profesionist dhe e përdor si mjet. Ai e ka mjet pune. Jo, dhe unë e kam jetë pune. Pedagogja ka mjet pune. Unë po e kam mjet pune në rast se më duhet për të bërë diçka më të shpejt. Por kujdes, unë nuk marr diçka nga çati që nuk është e imja, sepse pastaj nuk do jem në gjendje ta riprodhoj dhe të krijoj një mendim kritik mbi atë. E dinim se nuk jam dakord. Në aspektin social me tezën që nuk do ketë më personat cilët bëjmë punë, po themi të... Po, e thashun, po. Ai e pret trash, po nuk. Jo, e ka thënë Elon Musk. Elon Musk ka thënë shumë shpejt dorë, Elon Musk do paguajnë. Shumë gjëra, Se nuk kemi që 10 milionerë. Sepse disa nga ne din ta përdorin dhe kreativitetin në përdorimin e inteligjencës artificiale dhe kështu rrisin të ardhurat e tyre personale. Disa të tjerë thjesht e përdorin për, siç e tha profesori pak përpara, për të bërë vete një mendim që nuk e kanë. A do shduket mësuesi? Jo. Se kam nevojë të vete në shkollë, kur i them atij më bëj një program personal. Unë nuk do thoja plotësisht jo, nuk do thoja plotësisht. Nuk do dal kurrë nga loja, por kujdes. Kysh, po të dalë një bjonda aty një 2 metra yll mësuese. Një sekondë. Shumë nduan edhe për stikerat. Erion, nuk është aty çështja. Çështja është që inteligjenca artificiale ta modifikon mënyrën se si ti të mësosh që të nxësh më shumë. Që do të thotë, un kam përpara 40 studentë dhe e jap mësimin njësoj për të 40 ata. Ndërkohë që inteligjenca artificiale ta personifikon mënyrën se si ta jep mësimin. Të po them. Po pra, po ti provimin e bën njësoj për të gjithë. Urdhë? Ti provimin e bën njësoj për të gjithë. Po, provimi po, por ama nxënja tek studentët nga dikush i cili është personifikuar, pra inteligjenca artificiale.